Përdorimi i shumë të tyra reflekton cilësinë atyre që në rendiment reflekton pozitivisht, po në cilësia reflekton. Kjo është sikur se të marrim gjatë luftës shumë shtëpia e ndjegën plasarit edhe i kanë në fasadën, ajo shtëpi është gjysmë shtëpie. Po ajo ka shiqimin e bukur me pa. E njëjtë është edhe po që se ne përdorim shumë preparate kimike, bëjmë domethënë fizikun në hishëm me pa, në mënyrë kështu vizuele, po në aspektin e konsumit të formave tjera ato janë helën për konsumatorin. Edhe kemi ra me pronarin në Ujdi që përdorim shumë pak preparate vetëm kur jemi domosdoshëm që duhet preparate. Kur është përdorur mes fundi këtu? Këtu është qeshori, është afati i fundit që është përdorur spërkatja. Statori dhe 3 muaj plot nuk është përdorur. Është e vërtetë. Dhe reflekton në cilësi. Ky është problem se konsideroni për një gjysmë hektari apo 45 ari 20 ton rendiment lartë. Plotësisht është një rendiment i lartë për vitin që është. Se kjo është në vitin e 5. Në vitin e 3 du ka dhënë 12 ton kjo sipërfaqe. Sa që edhe se ne jemi shumë në jo ndërkombëtar jo i huaj. Kanë ardhur austriak që të bindën është e vërtetë që është në vitin e 8 me gjithë këtë prodhim para 3 viteve. A është kujdesja apo janë kushtet e mira? Gjitha të nis mas pari masat e para agroteknike janë përdorur siç duhet. Fidanet kanë qenë cilësore, pastaj mbjellja ka qenë gjitha ato normale që ka duhet, edhe punë pasuese kanë qenë po ashtu, edhe nuk kemë pas mungesë të suksesit të kjo. Këtu kemi përveç sistemit pikpike, kemi shifet atje edhe sistemi me shi artificial. Këtë kemi vendos. A ka dallim vaditja me shi artificial dhe sistemi pikpika, ka ndallim me këto? Tek ne qëllimi i vendosit sistemit me shi janë disa arsye. Ty e lidh ka ajo për ngricat pranverore, se mbrojtja më e mirë është mbrojtja me sistemin e akullit. Domethënë që ne i lëshojmë kur nuk i dim që kemi ngricat nesërmen, edhe e shkrim po ashtu me ujë para se të del dielli dhe mbrojtja është më e mira. Përveç kësaj është tjetra që ne shumë herë kur kemi një nxehtësi shumë të madhe si edhe ajri është shumë i nxehtë, ja ndihmojmë sistemit pikpik. Përveç asaj ka edhe anën tjetër se ne ngjyrën e japim me ujë, nuk e japim me preparate. Ne e rrezitim në farforme që më thonë, edhe e bëjmë një mikroklim me sistemin e shillit. Po sistemi pikpik i ka anë tjera pozitive se nëpërmes sistemit pikpik, qofse është e domosdoshme, kemi shina, kemi kohë jo të përshtatshme për kryerjen e spërkatjeve, a është e domosdoshme spërkatja nëpërmes sistemeve preparateve sistemike mundemi nëpërmes sistemit pikpik që ta bëjmë atë punë. E këtë fyt këtu, çka ka damtu? Te kjo shihet qartë që ka qenë djegja nga dielli. Domethënë kjo ka qenë ekspozuar, ka qenë shplune, edhe djegja është krijuar në këtë vend. Atëherë edhe kem pas treshura shumë kohë të fundit, edhe spërkatjet nuk i kemi bërë që sa kohë për me ikë preparateve, edhe këtu vjen që ne humbim një sasi të rendimentit për shkak të cilësisë.